Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, salavatu dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Tema e radhës në kitabut Tauhid është kapitulli 49, babu qaulillahi ta'ala, fjala Allahut subhanahu wa ta'ala, falamma آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Kuptimi I ajetit është pasi Allahu ja udhëroi një fëmijë të shëndosh, ata të dy I bën shirk në atë që ja udhëroi atyre dyve. Fata'ala Allahu amma yushrikun. I lartë është Allahu nga gjithë ajo që I bën shirk. Ky është një argument nga Kurani që flet për një çështje, emërtimet, si Abdullah, emërtimet me abd, për shembull Abdul Kabe, apo të ngjashëm me to, me ju drejtu dikujt, robi dikujt tjetër, pos robit të Allahut, pra është I ndaluar. Autori ka argumentuar me këtë ajet nga Kurani dhe kjo është një ajet që në tefsirin e këtij ajeti ka shumë është një mesele shumë interesante, sepse është transmetuar nga Ibn Abasi, që në vijim Muhammed ibn Abdul Wahhabi e përmend, që bëhet fjalë për Ademin dhe Havën. Dhe Allahu alam, Sheikh Uthaymin rahimahullah është nga dietar që e kundërshton këtë transmetim të Ibn Abbasit, mirë po shumica absolute e komentuesve të librit Kitabut Tauhid e pranojnë këtë transmetim që e përmend Muhammed ibn Abdul Wahhabi rahimahullah, dhe komentuesit e qartësojnë se kjo është një koment I selefit që janë pajtuar me këtë ajet që bëhet fjalë për Ademin alayhis salam dhe Havën. قال ابن حزم ثوت ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. Ka konsensus të dietarët se çdo emërtim muabbed li ghayri Allah, pra çdo emërtim që thuhet abd, robi I dikujt, pra nuk lejohet me thon përveç se robi I Allahut. Ka Abdi Amr, përndryshe ka pas emër Abdi Amr, apo Abdul Kaaba, robi I Qabes, o ma ashbah dhalik, dhe të ngjashëm me to, Hasha Abdul Muttalib. Dhe ky është argumenti që e përmend Muhammed ibn Abdul Wahhabi rahimahullah. Wa an ibn Abbas fi al-aya qal, transmeton Ibn Abbasi të këtë thënë. Me thonë të drejtën u mundoha me lexu të dy qëndrimet e dietarëve në lidhje me këtë përmbajtje të këtij etheri, dhe Allahu alem, Allah di më së miri, ne pra mbështetemi tek komenti që e bën edhe Salih Ali Sheikhi dhe një muri e dietarëve, apo shumica e dietarëve, duke përfshirë edhe Sheikh bin Bazin rahimahullah, që ky është një transmetim që ka qenë I njohur të selefi, një tefsir I selefit, dhe ashtu edhe e kanë pranuar. Cile është komenti I Abdullah ibn Abbasit në lidhje me këtë ajet? Kuptimi I ajetit është, pasi që Allahu ja dha një rob, një fëmijë të mirë, ata I bën shirk Allahut në atë që ja dha Allahu. Dhe I lartë është Allahu dhe I pastër është Allahu nga ajo çka I bojnë shok. Thot Ibn Abbasin në komentin e këtij ajeti: "Lamma taghshaha Adam hamalat, fa atahuma iblisun fa qal: Inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma min al-jannah." Pasi që kanë pas sprovë në lindje Hava dhe me lindjen e fëmijëve, pra I kanë vdek fëmija në mënyrë të vazhdueshme, pastaj I kanë lind në të gjysmuar, I kanë vdek. Dhe ju ka shku Iblisi, ju ka thënë: Inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma min al-jannah. Unë ju kam nxjerr nga xheneti, ai shoqëruesi juve që ju kam nxjerr nga xheneti. La tuti'unnani
au la aj'alanna lahu qarni aylin. Ose do të më bindeni mu, ose do të ndikoj pra që fëmia të lind në atë formë. Pra ka ardhur iblisi dhe i ka përshpërit në këtë çështje. فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن ولا فعلن يخوفهما. Pra ka ardhur mënyrë të vazhdueshme iblisi dhe i ka friksu. Derisa ju ka thonë Samiyahu Abdul Harith. Emërtoni si të lind Abdul Harith, robi i Harith. Harith e ka pas për qëllim iblisin. فأبيا أن يطيعاه. Ata në mënyrë të vazhdueshme e kanë refuzu. فخرج ميتا. Ju ka lind fëmia i vdekur. Thumma hamalat, pastaj ka mbetë shtatzan. فأتاهما. Dhe ju ka thënë njëjtën fjalë. Ngjitja emërtone Abdul Harith. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكرهما فأدركهما حب الولد. Derisa ka një pikë që dashuria që me pas një fëmijë edhe e kanë emërtuar Samahu Abdul Harith. Samahu Abdul Harith. فذلك قوله. Dhe këtu bëhet fjala Allahut ja'ala lahu shuraka fima atahuma. Dhe ata kanë bo shirk në ato që ja u ka dhonë Allahu. Dhe dietarët e sunetit që thonë që Ademi dhe Hava kanë bo shirk, thonë nuk është për qëllim shirk në ibadet, po shirk në bindje. Dhe ka një dallim shumë të madh. Pra nëse dikush të urdhon me e bo një gjuna, edhe në anën tjetër të urdhron, nëse dikush të urdhron pije një gotë verë, ose shaje dikon. Ti e ke qartë që Allahu të ka urdhëruar që mos me përdor alkoolin, as mos me sha. Por në këtë rast nëse i bindesh atij dhe nuk i bindesh urnave të Islamit, kjo është një lloj shirku. Dorsa nuk bëhet fjalë për shirk në ibadet. Këtë e marrin për argument, pra kjo është një, thot Sheikh Salih Ali Sheikhu, në lidhje me këtë, ad-damiru huna për emri këta, pra huna yerji'u ila Adam wa Hawa walladhi alayhi 'amatu as-salaf. Ajo çka është shumica e selefit, an al-qissata fi Adam wa Hawa. Pra ngjarja në lidhje me Ademin dhe Havën, hatta qala sharih, sa që thot edhe komentuesi Tejsir al-Aziz, nipi i Muhammed ibn Abdul Wahhabit, që mbetet sharimi dhe shpjegimi, yarhamukallah, shpjegimi dhe sharimi kitabut Tauhid, që mbetet më i forti i nipit të Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Thot inna nisbata dhalika ila ghayri Adam wa Hawa. Pra Sulejman ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Abdul Wahhab e ka librin Tejsir al-Aziz al-Hamid. Ai thot që me dhon koment tjetër këtij ajeti, e jo për Ademin dhe Havën, thot është min at-tafasir al-mubtadi'a. Është për tefasirëve, tefsirëve të mubtadi'a, pra të bidatit. Wa siyaq al-aya yaqtadi ghayr dhalik. Thot konteksti i ajeteve flet se këtu bëhet fjalë për Ademin alayhi salam. ففسر هذه الآية بأن المراد بآدم وحواء فلما أتاهما. Pra, pasi që ja u ka dhonë atyre, salihan, robin, një djalë të mirë, është bëhet fjalë tu, salihan, pra i shëndosht në pamjen dhe në fizikun e tij. Ja'ala shuraka fima atahuma. Dhe sqaron pastaj Sheikh Salih Ali Sheikhu që bëhet fjalë tu për shirk në bindje, e jo shirk në adhurim. Sigurisht se nëse e vështrojmë fjalën e Sheikh Ibn Uthayminit rahimahullah, se si kritikon këtë senet, këtë farlloj etheri argumenti, sigurisht ka ai argumentet e veta, Allahu a'lam, por ajo çka mbetet përderisa ka qenë i njohur te selefi ky argument, dhe pastaj është e qartë që njeriu Ademi alayhis salam dhe Hawa prapë pastaj në pëndu dhe kanë kërku falje, në pëndu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe وبهذا فظهر بهذا التقرير أن هذه القصة لا تقتضي نقصا في مقام آدم. Thot Salih al-Sheikhu,
kjo ngjarje la taqtadi naqsan fi maqami Adam, nuk ja ul vlerën Ademit alayhis salam wala fi maqam Hawa, bal huwa dhan min adh-dhunub. Kjo është gjuna për gjunave. Taba minhu, janë pendu. Pra çdo herë kur robi pendohet nga një mëkat, ai është nga të dashurit e Allahut. Kama hasala lahuma awwala marratin fi al-akli min ash-shajar. Siç ka ndodhur herën e parë me ndalesën që e kanë pasur që të mos ushqehen prej asaj pemë. Dhe çfarë thot Salih al-Sheikh hafidhullah, bel inna aklahuma min ash-shajara. Ngrënien që e kanë bë të asaj pemë të ndaluar në xhenet, wa mukhalifatu amri Allahi a'zam min hadha. Kundërshtimin që e kanë bë ndaj Allahut është më i madh se sa kjo. Wa huwa tasmiyatu al-walad Abdul Harith. Se sa me emërtu djalin Abdul Harith. Wa dhalika, nga se Allahu i drejtu drejt për drejt Ademit alayhissalatu wassalam, në mënyrë të direkte, që edhe havës që krejt kinin xhenet lejuar përveç kësaj pemë. Pra kjo ka qenë krejtësisht e qartë. Ndërsa mëtej sa i përket emërtimit që e kanë bërë Abdul Harith, këtu ju ka lind dyshimi që ende nuk ka ndoshta ndonjë ndalesë, apo nuk e ka pas, domethënë, urdhrin direkt që të mos se bëjnë një veprim të tillë. Pastaj walihadha fassara Qatada. Qatada është prej mufassirinëve më të mëdhaj. Thot tek fjala shuraka, i kanë bërë shirk. Thot walahu bi sanadin sahihan Qatada qal shuraka fi ta'atihi. Pra kanë bërë shirk në bindjen ndaj Allahut. Walam yakun fi ibadatihi, dhe nuk i kanë bërë në adhurim ndaj Allahut. Prandaj këto emra sa i përket emrat, pra Abdul Shams, pra arabt kanë emërtuar emra të ndryshëm. Abdul Shams, robi i diellit, robi i filanit. Këto janë të ndaluar, dhe një pjesë tjetër e dietarëve që e mohojnë këtë argument dhe thonë nuk është i saktë, thonë sepse larg asaj që Ademi të ketë vepruar një gjë të tillë, thonë që është për qëllim pasardhësit e Ademit alayhis salam. Dhe këtu ka një, më të vërtetë këtu ka një urësi shumë të madhe, falamma atahuma salihan. Dhe kjo pastaj merret kuptimi dhe tefsiri i ajetit në mënyrë të përgjithshme dhe që nuk bën ndesh as me këtë transmetim. Falamma atahuma salihan, pasi që Allahu ja jep robin e vet, ja jep evladin, e krijon. Pra mënyrën më të mirë, në pamjen fizikun, në ndërgjith gjithë ato. Ja'ala lahu shuraka. Robrit i bojnë shok Allahut. Si i bojnë shok Allahut, nuk janë mirënjohës ndaj Allahut. Nuk janë mirënjohës. Ose dikush i falenderohet ndonjë tyrbe, ose ndonjë evliave të caktuar më thojze, pra nuk i dedikojnë, nuk janë falendërues ndaj Allahut subhanahu. Fima atahuma, përse Allahu është ai që e jep. Prandaj këtu ka një urtësi shumë të madhe, pastaj edhe te emërtimi i emrave. Pra shumë njerëz ngurojnë që mi emërtu emrat më të bukur, si janë Abdullah dhe Abdurrahman. Pra ai krit dashurinë e madhe e ka që e para ta ketë një evlat, dëshira e madhe, dhe ku mbështetet te Allahu. Mbështetet te Allahu subhanahu wa taala, lutjet i bën te Allahu. Pra nëse Allahu sprovon dikon që të mos ketë një kohë gjatë fëmijë, ai lutjet i ka të vazhdueshme ndaj Allahut. Pastaj kur emërtohet, kur i lind fëmia, çështja e emërtimit ai në start aty tregon që nuk është falendërues i mirë ndaj Allahut. Pra bën një gabim të madh. Te emërtimi, pra e vështron dëshirat e njerëzve se si t'ia vëjnë emrin djalit. Mund të ndikojë pra një njeri krejtësisht që ndoshta as nuk falet, të ndikojë te ai edhe t'ia emërtoj emrin. Dorsa kur përmendet emrat e bukur Islam, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Ala, Abdul Musawwir, apo Abdul Latif, Abdul Aziz, i duken të rënd. Pra çfarë emri ka emërton? Abdul Aziz për shembull. I duket domthon shejtanit marson zykëmës shenjë ka i bukur, ose Abdul Karim, ose ngjashëm me to, apo emrat pejgamberëve, ata që i ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Domethën e harron atë mirësinë që ja ka dhënë Allahu. Mashtrohet njeriu, për këtë njeriu është njeri, insan, sepse harron. Allahu ka thujë ajo insan, o ti njeri që harron. Pra emrat të mos zgjerohemi kët, lejohet me emërtu emra, që kanë përmbajtje të mirë dhe nuk janë ndaluar, sikur janë këta Abdul Shams, robi Shams të kështu me radhë, por këtu duhet
të jemi të kujdesshëm në këtë pikë. Pastaj e ka përmend edhe Abdul Muttalib. E lash për në fund me përmend këtë fjalën Abdul Muttalib, robi i Muttalibit. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë nipi i Abdul Muttalibit. Abdul Muttalibi, pra si emër nuk lejohet më ngjit me u emërtu. Sepse i bjen Muttalib është emër. Abd, robi i Muttalibit, dhe nuk lejohet. Por e kemi një moment kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ana an-nabiyyu la kadhib." Unë jam pejgamberi i Zotit, këtu s'ka rën, s'ka shpifje. Ana ibnu Abdul Muttalib, unë jam nipi i Abdul Muttalibit. Dhe disa kanë thonë që kjo mjafton që lejohet ky emër mu emërtu, mu përjashtim përderisa ka thonë këtë mirë pejgamberi alayhis salam. Mirë po, kundër përgjigja është e qartë se pejgamberi edhe Sheikh Albani rahimullah e sqaron këtë pjesë të kur unë jam biri i Abdul Muttalibit, pejgamberi alayhis salam këtu vetëm ka qartësu përjardhjen e tij. Ka tregu këndë ka pas gjysh çfarë përjardhje ka. Pra, min babil ikhbar, vetëm ka qenë çështja e njoftimit. Jo miratimit. Këtë moment e ka thonë momentet më të vështira që i ka pas në jetë, pasi e ka shqiruar Çabën. Për herë të parë muslimanët janë bërë mbi 10,000 ushtar, edhe pastaj ndrothu për mushrikëve të tjerë të arabëve, pra Ghatafan mos gabofsha, e të vendeve të ndryshme, dhe në vendin Hunein janë hinë betejë. Beteja e Huneinit. Kjo është beteja që është e përmendur në Kur'an, është një betejave më të vështira që i ka përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse tani më nuk i ka pas ata 2,000 ushtar, 3,000 ushtar që kur ka shqiruar Mekkën, ka qenë me ata ushtarët sahabët që kanë qenë të përpikt, po aty tani më janë fut edhe njerëz fillestar që në Islam. Entuziazmi që me luftu, pastaj të pa ende të pa thëlluar në çështje të fesë, domthonë të pa fuqishëm. Për këtë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Aishës, laula hadithu ahdin bil jahiliye, sikur të mos ishin fillestar këta muslimanë që e pranuan tani me Islamin, kisha me prish Çabën, edhe kisha me ndërtu çush e ka ndërtu Ibrahimi alayhis salam, ngurt si kanë qenë. Pra, kjo pjesa që ka mbet pa ky rrethi këtu afër, që është edhe kjo Çabë, ka mbet e pa ndërtuar. Se në kohën e Ibrahimit alayhis salam ka qenë komplet, e tëra. Pastaj u ka mbet në kohën kur ka qenë i ri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një vërshim e kanë rindërtuar Çabën, por nuk kanë mujt të tërën dhe ju ka mbet ajo pjesë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Aishës, po të mos ishin këta fillestar, këta musliman, edhe mos ishte fitne për ta, sfroho për ta, unë e kisha me e rindërtu, me kthy Çabën që ka qenë para si me ardha i vërshimi. Pra, në themelet tamam ndërtimin që e ka bërë Ibrahimi alayhis salam. Këto po e përmend që në Hunein ka pas një mori, një grup i madh i muslimanëve që kanë qenë ende të ri. Dhe kur janë rrethu, janë rani sprovë të madhe me shigjeta nga gjitha anët në Hunein, në vendin Hunein, dhe Allahu i ka sprovuar sepse ata kanë thonë muslimanë idh a'jabatkum kathratukum, ju ka hidhetja në qefje, në gëzu, shumë numër i madh tani, dhe këtu është një argument që numri nuk është thelbi, është shumë i rëndësishëm numri. Të mos e përjashtojmë numrin, sepse numri është shumë i rëndësishëm, fuqia është shumë e rëndësishme, por jo kryesorja. Kryesorja është njeriu me qenë të vërtetën edhe me mbështetjen e Allahut azza wa jall. Por sigurisht edhe numri është i rëndësishëm, por këtu janë mbështet numër. Përderisa në Bedër nuk i mbështet numër. Apo? Dhe çfarë ka ndodhur në ato momente dhe rrethana shumë të vështira, se u zgjerova pak këtu, në ato rrethana shumë të vështira kanë filluar me u largu prej frontit. U largu pejgamberit alayhis salam dhe aty Abbas ibn Abdul Muttalib ka pas një zonë shumë të madh, dhe është ngrit edhe i ka thirr dhe pejgamberi sa mi ka thënë që me thirr, pra ja ahl Bedr, o ju që keni marrë pjesë luftën e Bedrit, o ju që keni marrë pjesë luftën e Uhudit, kështu me radhë, dhe në ato momente pejgamberi alayhis salam ka thënë ana nabiyyu la kadhib. Se është ngrit zoni, pra ky qen ka pejgamberi mashtrues përderisa po largohen, dhe pejgamberi alayhis salam në ato rrethana ka thënë ana nabiyyu la kadhib. Pra unë jam nipi i Abdul Muttalibit, njohin mu, ma njohin origjinën, krejt, edhe unë jam i dërguar i Allahut subhanahu wa ta'ala. Në ato rrethana dini që Ebu Sufjani ka qëndruar shumë afër.
mesin atyre grupit shumë të vogël që ka qenë Ebu Sufjani nuk i kështë nda për pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra një njeri që me një pjesë tjetër se ka kushtuar në luftimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por kur ka hyrë imani në zemër, ai nga natyrshmëria që ja ka dhënë Allahu personalitetin, pastaj imani edhe e ka bërë të fortë dhe ka qenë nga ata pak sahabët që nuk ju kanë larguar pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pse është emërtuar Abdul Muttalib? Ne kemi përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë nipi Abdul Muttalibit. Abdul Muttalibi baba i tij ka pasur emrin Hashim. Pra Muhamedi i biri Abdullahut. Abdullahu i biri Abdul Muttalibit. Abdul Muttalibi i biri i Hashim. Hashim. Dhe këtu ka lindur familja Hashimite, fisit Quraysh. Hashim ka pas disa djem. Hashim ka pas disa djem. Jo, më falni, Hashim ka pas disa vllazën, por e ka pas djalë Shejbe. Ka qenë i martuar Hashim me një grute Beni Nejar të Medinës të fisit Khazraj. Një familje Beni Nejar të Medinës. Pra, ky ka qenë i Mekkës, Qurayshi. Hashim është martuar me një familje të fisit Khazraj, i familjes Beni Nejar. Dhe ka vdek Hashim. Pastaj nana gruaja e Hashim është kthyr te familja vet edhe ka rrit një fëmijë që e ka pas me Hashim, që ka pas emrin Shejbe. Shejbe. Ka pas një shejt bar në kokë dhe i ka marrë emrin Shejbe. Tani vllazit e Hashim në Mekë e kanë ditë që vllavi i tyre kalon një fëmijë, e ka një fëmijë në Medinë ty ky rrit. Dhe arabët kanë pas gjakun e tyre, domethënë përjardhjen e tyre e kanë pjesë shumë të rëndësishme të jetës. Është traditë e pa shkputur e tyre. Dhe në mesin e vllazërave të Hashim ka qenë Muttalib. Pra agja apo xhaxhai i Shejbes, këtij djalit vogël që po rritet në Medinë. Edhe ka ardhur Muttalibi prej Mekkës me marr djalin e vllaut vet. Pra kanë thonë, ju këtë nip e keni rrit deri në këtë moshë 12 vjeçare, po tani më ky është i joni. Ky duhet më kthy te vendindja e tij dhe te fisi i tij. Edhe e kanë marr. Por Muttalibi kur ka ardhur me këtë djalosh në Mekë, këtë djalosh nuk e kanë njoftë askush. Pra ka qenë diçka befasi. Dhe zakonisht sikur Muhamedi alayhi salatu wasallam që ka marr Zeidin e ka rrit që s'ka qenë në Mekë, si kanë thonë Zeidi i biri Muhamedit, çka kanë thonë ata? Abdul Muttalib. Ky ku ka rob që e ka marrë Muttalibi, e ka ble për me rrit. Robi i Muttalibit. Dhe ai ka filluar duke sharsuar që ky djali i Hashim. Mirë po, tani më është bërë njohur si emër kjo. Edhe ka filluar duke i mbetur edhe është ngulit që Shejbe, pra gjyshi i babës se prapë i vjen pejgamberit alayhis salatu, gjyshi i Abdullahut, pra apo gjyshi i pejgamberit alayhis salatu. Abdul Muttalibi është emërtuar me këtë emër dhe i ka mbetur Abdul Muttalib. Por megjithatë, ky emërtim nuk lejohet. Dhe emërtimet, për shembull si Abdul Shams, Abdul Muttalib, Abdul Amr, të gjitha këto Abdul Kabe, këto janë emërtime që kanë qartësojnë që ke mangësinë e tauhid. Dhe njeriu mund të bjen në shirk apo është mangësi e tauhidit. Kjo është lidhshmëria e temës, pra me kitabut tauhid, që duhet me qenë pra emërtimet në Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khalik, Abdul Razzaq, e kështu me radhë. Kaq ishte person të sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad.